Sahabiu i verbër. Një nga shokët e pejgamberit Muhammed a.s. ishte i verbër dhe kishte dëshirë të madhe të shërohej. A i shkoj të pejgamberi Muhammed a.s. dhe i kërkoj që të lutej për ta. Pejgamberi i tha: nëse duro dhe kesh problem të madh në xhenet, ose lutu që Allahu të shëroj. Sahabiu i verbër me gjithë vlerën e durimit i kërkoi Muhammedit a.s. që të bënte dua për ta. Pejgamberi bëri një dua të përzemërt, duke kërkuar mëshirën dhe fuqinë e Allahut. Allahu e dëgjoi lutjen dhe sahabiu e rifitoi shikimin e tij. Kjo tregon se kur lutemi me sinqeritet, Allahu i dëgjon lutjet tona. Po ashtu tregon se Allahu është i plot fuqishëm dhe se asgjë nuk është e pamundur për të. Ky tregim na mëson rëndësinë e duave dhe se çdo gjë vjen vetëm me lejen e Allahut. Siç thot Zoti në Kur'an: "Ud'uni fastajib lakum." Lutuni mua dhe unë ju përgjigjem. Prandaj, lutja e sinqertë me devotshmëri e përkushtim ndaj Krijuesit do të pranohet me lejen e Krijuesit.